seancë nuk mund të bëj seancë kuvendi i Kosovës, një kuvend nuk mund të bëj seancë pa zgjedhur qeverinë. Mos u gut se një jam, kështu që sot duroni pak të furli edhe unë se një jam për i PDK-s. Nuk ka asë një vend tjetër në cilin të shfrytëzojnë kuën tem, prit. Koleg deputet Qetësi, lutem. Unë me kriju kushte me mbajt fjalimin? Ju nuk ma diktoni që mbajmë fjalimin. S'mush ma diktu fjalimin, unë e mbaj fjalimin që duone. Ma lejon rregulloria. Zoti Gruda, vazhdo me fjalimin, për shkak se nuk dëgjohet jashtë. E kuptoj, po. Lidhen të kushte kur të gjithë flasin për një herë. Rregull, vazhdo. Asnjë kuvend, lejoni ta shpjegoj ligjërisht. Asnjë kuvend, dhe nuk ka marrë me bë propagandë politike, ka marrë me shpjegu ligjërisht. Në asnjë vend nuk lejohet që një qeveri, një kuvend të mblidhet dhe të trajtoj çështje tjera përveç zgjedhjes qeverisë. Midis konstituimit kuvendit dhe zgjedhjes qeverisë nuk lejohet të mbahet asnjë seancë ndërmjetme për asnjë çështje. Kjo është praktika deri sot me parlamentare e Kosovës dhe është një standard i njohur në mbarje